Një natë dramatike në kantonin e Lucernit tronditi pronarët e një autosalloni luksoz, pasi një Porsche i shtrenjtë u vodh nga hajdutët. Ngjarja ndodhi në sallonin e Rickenbach LU, ku një Porsche 718 Spider RS me vlerë rreth 200.000 franga zvicerane është vjedhur nga një autogarazh që merret me shitjen e veturave luksoze. Sipas rrëfimit të Milot Berishës, bashkëpronari i autosallonit MB Karsente, gjithçka ka nisur rreth orës 1:37 të mëngjesit, kur ai ka marrë një njoftim në telefon nga sistemi i një Tesla që ndodhej para garazhit. Ai ka kontrolluar pamjet live dhe ka vërejtur se dikush po tentonte të hapte derën e automjetit. Më pas, pasi pa kamerat brenda objektit, Berisha kuptoi se persona të panjohur kishin hyrë në garazh. Brenda po lëviznin njerëz, ka deklaruar ai, duke shtuar se menjëherë ka lajmëruar policinë dhe është nisur drejt garazhit. Kur arriti në vendngjarje, ai dëgjoi zhurmën e karakteristike të Porsches. Vetura e vjedhur ishte një model i veçantë me 500 kuaj fuqi dhe sipas Berishës, dalloi sidomos për ngjyrën e saj unike. Policia e Lucernit reagoi shpejt dhe në bashkëpunim me policinë e kantonit Aragao arriti të arrestojë 3 të dyshuar. Në Dintikon AG, sipas autoriteteve zvicerane, bëhet fjalë për 2 shtetas rus dhe një francez, të moshës 18 deri në 21 vjeç, të cilët nuk kanë vendbanim në Zvicër. Prokuroria e Surse ka nisur hetimet për rastin. Sipas Berishës, hajdutët kanë hyrë nga hyrja kryesore dhe duke thyer një xham me këmbë, më pas kishin hapur portën e garazhit nga brenda. Ai dyshon se fillimisht ata synonin të vjedhnin 2 Lamborghini, pasi sirtarët dhe pjesët e brendshme të tyre ishin hapur, duke lënë të kuptohet se kërkonin çelësat. Por meqë zakonisht çelësat nuk ruhen në objekt, ata përfundimisht zgjodhen Porschen, çelësi i të cilit ndodhej aty. Hajdutët morën edhe një furgon për të larguar një Tesla që bllokonte rrugën dhe më pas u larguan me Porschen. Porsche u sekuestrua dhe u toroshi nga policia, ndërsa dëmet ende nuk janë vlerësuar plotësisht. Berisha ka deklaruar se fatmirësisht është i siguruar, përfshirë edhe dëmet në objekt. Jam thjesht i lumtur që i kapën, ka përfunduar ai, duke shtuar se kohët e fundit janë shtuar vjedhjet e veturave luksoze në Zvicër.